Profeti sallallahu alaihi wasallam rëndësi namazit e tjerë. Ka përmendur Imam al-Dhahabi në librin El-Kebair se një grua erdhi tek Musa alayhi salam. Edhe I tha, o I dërguari I Allahut, kam kryer një gjuna shumë të madhe. Lut Allahun që të më fali. Pra kam bërë një gjuna shumë të madhe. Lut Allahun që të më fali. I thot Musai, çfarë gjuna I ke bërë? I thot, kam bërë immoralitet, ngjela shtatzan, dhe kur lindi e vrava fëmijën. Atëherë Musa I thot, qohu ik nga unë, thot, shpejt ik nga unë, shporu nga unë. Me gjithë të mëkat që ti ke bërë, mund në zbërë dënim nga Allah të në kapit gjithë. Ik, thot nga në të e përzuri dhe më përzit shumë dhe duhe, ik. Atëherë, I zbret Gjibril, edhe I thot, ja Musa, e walem të gjithë sharran minha, o Musa, a nuk vjene një njeri më të keq nga ajo që ka përzir? Habitet Musa I thotë Gjibril, pse a ka më të keq se sa kjo? Immoralitet, vrasje, shtatzani, paliqme, etj. Thotë po ka. Thotë kush është? Thotë tariku salati amden, mutaammidan. I thotë më I keq nga kjo akoma është ai I cili e lë namazin me qëllim, me vetdije, me vetë dëshirë. E lë namazin me vetdije, me dëshirë. Ky është më I keq tek Allahu Azza wa Jalla se sa ai që ka bërë zina. Madje ka përmendur Imam al-Dhahabi e tjerë që apo Imam al-Qayyim kanë përmendur se lënia e namazit është më e rëndë se sa pirja e alkoolit, më e rëndë se sa pirja e drogës, më e rëndë se immoraliteti, më e rëndë se vrasja e tjerë. Pra, kjo tregon për rëndësinë dhe rrezikun që ka lënia e namazit. Edhe ne kemi kushtuar një rëndësi të veçantë namazit, që të kujdesemi për këtë namaz, për cilin ne do të pyetemi ditën e gjykimit, pasi që ajo është gjëja e parë që do të pyesë Allahu Azza wa Jalla në ditën e Kiametit. Thotë si je me namazin? Si je? Ndërkohë ti e ditë që s'ke qenë mirë, çfarë do të thosh Allahu Azza wa Jalla?